Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të martë të datës 24 qershor. Mirëmëngjes. E ndjeve? E ndjeva. E ndjeve, Po ju e ndjet? Unë po, patjetër isha çuar nga gjumi. Tërmet, koleg, tërmet. Po, më nuk kisha nerva. Po flie? Kisha fjetur vonë, po. Jo, unë isha çuar. Kisha ja 5 ose 10 minuta që isha çuar nga gjumi. Edhe çfarë bën njeriu që sapo çohet nga gjumi? Bën tërmet. Jo, mi koci, domethënë bën një veprim të cilin pavarësisht nga shtresa që i përket etj bën gjithë, apo jo? Më duket dje ka mbaruar rinumërimi, ka qenë një mesazh dikujt për dikë. Po, pra, po, tërmet. Po doja doli më keq se çishte? Shiko, më keq se ç'është, nuk ka ku shkoj, po që opozita nuk ngacmohet asnjëherë. Jo. Megjithatë mund ta themi që epiqendra ka qenë diku nga Fushkruja. Ku i Fushkruja? Ka dy teza. Fillimisht doli që ishte 4.5, pastaj ra 4.2, kjo është normale. Po ndje. Unë ndje në Tiranë, Durrës, deri në Marzi është. Ndje në Brek. Po. Unë ndje në themi. Unë ndje. Por mbi gjitha nuk ka pas dëme, nuk ka gjëra të saj natyre dhe kaq. Tani kush është lajmi i rëndësishëm? Tërmeti në Shqipëri apo që Trumpi i detyrohet ta për anë pushim? Të dyja. Se na i dogji gjithë emisionet e orës 9 darkës dje. Turgjej tani duhet ta bëj herë nga fillimi. Se mbaroi lufta tretë botërore pa nisë, domethënë. Madje pagzoi këtë si lufta e 12 ditëve. Dhe i tha fillimisht Iranit që do respektosh 2 metor, në qoftë se ju respektojnë 2 metor, 2 metorë të tjerë do respektoj Izraelin. Në qoftë se ju të dy e respektoni 24 orë, lufta mbaroi. Ne Milanit koleg kemi çuar një emisar në lindjen e mesme. Teo Hernandez, cili ka vendosur shpëtuat. Urime, Al Hilali tashmë do jetë skuadra më e ndjekur mes Interista. është skuadër shumë e fortë. Kualifikohet Inter Miami me gjithë barazimin 2-2, në vend të dytë, po. Iku Atletico. Do të luaj, po Atletico na la. Me këtë luaj Inter Miami? Me Paris Saint-Germain. Messi kundër skuadrës. Domethënë që nga goxha ndeshje, kjo duhet parë. I tham tëra. Goxha ndeshje. I tham të tëra, domethënë, por gjitha këto kur po ndodhin në 2025. Pse më ra mua ky vit? Nuk e bëjmë do të skip. Më është një vit me të vërtetë i çuditshëm. Zhvillohet botrori i klubeve. Që në një farë kuptimi deri tani po do të zbukurohet. Zbukurohet ku të mbaroj. Unë 400-800. Nuk shifet, domethënë gjithsesi, ai entuziazmi, domethënë tifozat japonezë janë ato që kanë bërë. Ajo që prezantojnë lojtarët si notar, ajo më pëlqen që vinë një nga një. Ajo është e tmerrshme fare, domethënë. Por Inter Milano ka shnuar rekord sërish. Është e para skuadër italiane që pëson gol nga skuadra aziatike. Domethënë mrekulli edhe kjo. Domethënë janë gjëra që ndodhin rrallë, por që edhe ndodhin. Por zhvillohet ky botrori. Ka luftë në Gaza, ka luftë në Ukrainë. Ka luftë te ajo Faria Hoti. Po, për votat. Pati luftë në Iran. Ka shkuma parti në Ksamil, apo s'ka? Ka, pse s'ka? Pse mbaroi detergjenti ende? Ka, pra. Ja, pra, kjo është 2025. Kjo s'ka ardhur akoma. Do vi, koleg, do vi. E provoj Shalqini këtë vit? Këtë vit, domethënë janë mizerje, nuk e di çka ka ndodhur. Se nuk ka dalë mirë. Vjet ishte më keq. Apo isoj. I mirë kur? Dhe më të këqij kanë dalë 8 mirët, nuk po them zonat, po që ti shkon atë me ide që do marrësh një gjë bio. Jo, unë isha te ajo zona që thotë ti dhe më tha që do të këtë Shalqita s'ke për ta harruar gjithë jetën. E harrova. Kaq i mirë. Jo, ishte i pa harruar me gjithmonë. Nuk ka mundësi që të kishte shija aq poshtë. Mua më erdhi keq që ngrita deri në kat 9, po që po kështu ishte i kuq. I kuq, kështu ma vi, kështu si e qartë. Po jo se gjyshi, jo. Po, është gjyshi, po. Ku gjyshi? Gjyshi. Gjyshi. Ka një ikonostas me gjithë antarët e bërës politikë. Mëgjes për mëgjes. Shoku Simon. Më pëlqeu, ikonostas më pëlqeu. Le të shohim kur gjyshi ishte ëndra me Shalqi. Shalqi është fjale për bërë?
është një fjalë e cila... Nga vjen? Nga vjen? Nga shtrati. Ja, u shpjegua. E kuptova. Intuit duke se kështë parë. E kuptova. Pas si shpjeguam etimologjinë e fjalës qalqi. Nuk e shpjeguam, me të drejtën po hajt. Me tha kolegu, në mënyrë të koncentruar. Le të themi e propozuam, që kush do le ta marrë. Ata që na shohin tashmë nga shtretërit, por ka dhe një fjalë tjetër që i qeka shqip. Matematik. Mate, me, tik? Se di, por është një përfundim. Matematika i qeka shqip, dhe Pelazgu i parë është ai që ka shpikur numrat, por ishte në Egypt me Kleopatrën, se Kleopatra ishte Pelazga, apo? Po, nuk diskutohet. Dhe ne përdorëm sklevrit afrikan për ndërtuar piramidat. Kush i bëri piramidat? Shqiptarët. Pelazgët, po, Pelazgët shqiptarët. Edhe numrat arab, kush i shpiku? Shqiptar? Pelazgët arab. Arabët që janë? Pelazgët. Teo Hernandez, kur do luaj në Superligën Pelazgë? Pra, shqiptarët, që paguajnë me 2.000 lek litri, naftën Pelazgë. Pelazgë, mrekulli. Por, që fjala matematik vinte nga Shqipja, këtë s'mat kështë në pritë nëme. Me si presta shumë. Nëse, nuk e di, shiko, ne jemi skeptik, po në fund ditës, nëse ke forcë argumenti, kolegë, mund edhe të ta pranojmë. Është ftuar profesori në studio. Nuk vjen këtë. Nuk vjen? Nuk vjen. E kemi ftu, sa vite kemi qenë? Nuk është se... Kësjet. E ka kuptu që s'duhet vi. Ndoshta nga që je ti. Jo, prej te, një nga arsyet e ti. Mat. E ikë. Të parasysh atë Amerikë, dikur para viteve 90, merë dhe ikë. Amerikë. Paka shumë është e njëta... është e vërtet. Matematë. Me qëfar matë në kohët e lashta? Me plan? Me plan. Me pëllam. Për një plan. Po pas taj kur e mblidhin plëmën, apo... Yllir Akibi. Mirëmëngjes. O, gjaketi. Ka momente që në ndodhe dhe ne në program, por ne nuk dim t'i kalem situatët. I thua ti trotë çfarë? Ka tëftuar që s'të vinë, të vinë. Nuk qohe nga gjumi, nuk... Ka i moment që nuk vjen. Është një moment, është e vërtet. Jo vetëm që nuk vinë, po dhe nuk justifikohen. Me push më faqe, apo jo, dhe më. Prandaj, duhet të mësojmë nga më të mirët. Si kalojnë këto situata ka i të vështira? Me sportivitet? Jo vetëm. Edhe me i leksion moral. Po bëra ashtu? Ti ke bërë më keq, kolegë? Unë ka bërë më keq? Ti e zënë me jastëk. Ti ke kënduar muzikë operistike. Ka bërë mundje dore me barimin? Po. Ju kam dëruar ju të dyve. Je bërë më keq. Tani. Në lidhje direkte nga Franca, në pjesën e parë të kemi Marcellino Bici. Marcellino Bici nga Lushnja. Marcellino apo Marcellino? Marcellino. Origjinën nga Lushnja, lindur dhe rritur në Lushnjë. Marcellino Panevino. Nuk e di. Ka qenë film fiction. Ju jeni 100 Jo, vjetë. ka qenë i viteve 2000. 2000? Po, nuk është... Marcellino është një punëtor që punon atje në Francë. Kush është, i gjati apo i shkurtëri? A i gjati është deputet. Është deputet. Simpatik. Por jemi për Marcellino. Si tani kërkon deputetin, apo për kërkon simpatik për këtë the, për Marcellinon, apo për deputetin? Okej, në rregull, vazhdojmë më tej. Marcellino, përpara disa ditëve, është gjetur në një situatë të pazakontë. Rrugës duke shkuar në shtëpi, është bërë dëshmitar një zënke midis dy të rinjve dhe një djaloshi tjetër me ngjyrë. Ka ndërhyrë në këtë sherr fatal, ku fatkeqësisht vajza ndroi jetë, por ka qenë Marcellino ai që e ka ndalur agresorin, derisa policia ka ardhur dhe e ka arrestuar. Dhe për këtë gjë s'ka shumë marrë. Qa ishte ky? Ishte një kështu njeri që ngul të thikën në njerëz spanjoll? Tani sherri Marcellino tregoi që ka ndodhur për lënë narkotike, pra ka qenë një person që shiste. Kanë qenë nga këta shpërndarësit e vegjël, po. Dhe
për këtë akt është ndëruar me medaljen e Asamblees Kombëtare në Francë. Dhe shumë shpejt mund të marrë dhe pasaportë. Jo shumë shpejt, i duhet pasaporta dje. është gjendur rastësisht në këtë zënk, por gjaku i shqiptarit, tha, dhe adrenalina nuk e la që të rrinte në vend të shikonte. Bravo, i qoftë Marcelinës. Po. Në studio, pas sa kohësh, pas një viti. Po, se e kemi pas onë lidhe direkte ose me inserte. Materiale. Po, do të kemi profesor Zef Gjetën, agronom dhe ekspert i biomjekësisë. Do flasim, në fakt, ju përmendët shalqirin? Po. Do marrim disa këshilla, metoda, që mund t'i bëjmë, mund t'i mësojmë edhe në kushte shtëpie. Si të dallojmë frutat e mira dhe perimet që janë rritur pa hormone. Pra nëse ju do shkoni të blini shalqi... Kolegu për shembull i dallon shumë thjesht. Shkon blen ato të kalbërët. I bën salsë. Se ato pa hormone, unë kam 2 javë që i kam blej një qa domate, nuk prishen. Edhe unë, por nuk e tregoj vendin se ku. Jo, po është mirë kjo që s'prishen apo është keq? Është mirë, thon profesori, do na tregoj një metodë me ujë të ngrohtë. Po mora edhe ca domate nga Baçja, që mi sollën nga një fshat. U prishen? Ato pas 3-4 ditësh po. Do flasim me profesorin për më tepër. Flasim me profesorin. Koleg, po presim izën prej te edhe. Ti si agronom, ke bërë një kurs apo jo? Jo, kam djeni. Kolegu është veteriner, mësë shumë ti ndimon lopët që t'lindin. Dhe në Lazarat jam socializu 3 muaj për domate dhe streveca. Ka në pëdës. Ka të larkë dhe ato. Dhe edhe hiq me fruta perime të gjalla të zime, perime dhe fruta të forta të buta. Të buta, po fitusja. Por ndërkohë, është i specializuar në veterinari, ka ndihmuar në lindje në një vici, Vlahovic quhet. Vjoj më tej. Mirë, në pjesën e tretë nga Gjermania, të kemi flamur Aljiji. Aljiji, pra. Aljiji, është pak e vështirë për të... Aljiji, s'ka së lë problemi. Aljiji, nuk e di masë. Aljiji, e thu do të kolega Aljiji? Aljiji. Po, sa mirë tha. Aljiji. Ose Aljiji, varë se si a thonë një shtet. Aljiji, më mirë. Aljiji, një shqiptar mes filmit dhe modës në Gjermania. Ai është pjesë e serialeve më të ndjekura në Gjermani. Po luan me këtë bluzë në UÇK-s? Ai nënën e tij e kishte me origjinë nga Kosova, ndërsa vetë është lindur në Tetov. Bukur. Po do flasim për largësia modhe, domethënë. Ka disa kohë që nënën me origjinë nga Saranda, por vetë është lindur Berat. A the bluzën e UÇK-s ta bëra shpjegimin. Po. Por u bën disa kohë në fakt që po publikon disa video që po marrin vëmendjen e shqiptarëve, gjermanëve, nga pothuajse shqiptar ndjekësve nga e gjithë bota. Reagimi i austriakëve cili është? Janë të habitur për gjestet humane që bën flamuri. Flami shkurt. Po të zyriut? Krenar. Shumë krenar. Shumë krenar. Okej. Po tifozët e Gjermanisë në Shqipëri? E ka fjalë për Shkodranët? Tejet krenar. Okej, në rregull. Më tej, pastaj do të gatuaj sardele me domate, pa kimikate dhe pa hormone në furr. Sardele me domate në furr. Sardele shtëpie, koleg, kemi rritur në shtëpi. Kjo është tava para se ta fusim në furr. Po, sepse po të piqeshin nuk do dilnin kaq bukur. Kaq bukur. Kështu që do ta ham crudo, është një lloj sushi me sardele. Apo mos më kujto, Ska, po ti marinosh sardelet, i lësh pak të më të hanë dhe shumë. Ja kam dhënë një faqe. Ku i ke dhënë faqen? Po ta shohësh ai peshku ka. Të shoh vetëm një peshk të trishtuar që e ke fut në domethënë që ka ngret kokën për pjetë, tjerët nuk shpotoj dot. Një mrekulli kjo gjë. Tava shumë e bukur me këto detajet. Po, tava është jashtëzakonisht e bukur. Mirë, faleminderit edhe për këtë element të jashtëzakonshëm dhe pas pak jemi me Marcelino Bici.